Turqia dhe Shtetet e Bashkuara duan të heqin pengesat për bashkëpunimin me industrinë e mbrojtjes, tha një burim i Ministrisë së Jashtme turke të mërkurën pas disa bisedimeve mes diplomatëve të lartë të NATO-s në Washington. Të martën, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan nisi një vizitë dyditore në Washington, ku priti të kërkonte sekretarit të shtetit Marco Rubio dhe zyrtarëve të tjerë amerikan që të heqin sanksionet e SBA-s ndaj Turqisë dhe ta lejojnë atë të kthehet në një program vendimtar të avioneve luftarak. Vizita vjen pasi Ankaraja kërkon lidhje më të ngrohta me Washingtonin në administrimin e presidentit Donald Trump dhe vetëm disa ditë pas një telefonate midis Trump dhe presidentit turk Tayyip Erdogan që një ndihmës i lartë i Trump e përshkroi si transformues. Administrata ish presidentit Joe Biden e mbajti në distancë Turqinë duke e parë me dyshim edhe lidhjet e vendit që është antar i NATO-s me Rusinë. Nën Trump, Ankaraja shpreson për një marrëdhënie më të ngrohtë me Washingtonin. Ajo gjithashtu planifikon të përfitojë nga lidhjet personale midis dy udhëheqësve. Gjatë takimit mes Fidan dhe Rubio të martën, të dyja palët shfaqën qartë vullnetin e tyre politik për të hequr pengesat për bashkëpunimin në fushën e industrisë dhe mbrojtjes, tha burimi. Do të zhvillohen bisedime teknike për zgjidhjen e problemeve ekzistuese, shtoi ai pa dhënë detaje.